nuk po du me folë në aspektin e punës e ti. Po, për herë po na e keme, nëse zgjedhë zoti Glau Konjufca në histori, të partive politike që vëdheqin 3 pozitat kryesore. Nuk kanë ndodhë. Kanë pas marrëveshje politike që partit kanë ndo pozicionet e tyre po nëse zoti Glau Konjufca e merë dhe zgjidhet kryetari shtetit, i bjen që lëvizja të mendohet se si parti i udhëheq me 3 institucione. Nuk mendoj që është e shëndetshme për demokracinë e Kosovës me ndodh kjo, që na muj me thonë po është edhe kështu ai ka marrë kreton rregull. Mirë po, edhe në Serbi Vučić i ka këtë kontrolën, edhe në Edi Rama në Shqipëri ka këtë kontrol, po nuk mendoj që është mirë për demokracinë në këtë situatë për Kosovën si duhet një hapje. Dje poshtë propozimin e PDK-s pikërisht pse PDK-ja kërkonte insistonte në një kandidat partijak. Tani vetë sot nxori një kandidat partijak, pra u hoq dorë tërësisht nga ajo ideja e konsensusit politik dhe kemi vetëm një kandidatur dhe ajo partijake. Por dua ndalim pak të komunikimi i VV-s me presidentën Vjosa Osmani, që tani ka nisur kjo përplasja, pra, si që përmendi Meti, ka të tillë që thonë, po pse duhet vetëvendosja të bëj më shumë për Vjosa Osmanin, si që tha dhe Gojnov, si që tani, por edhe gjitha komentet janë të tilla, mjaftueshëm 30 nënshkrime dhe le t'i futet garës vetë. Pajtoheni me këtë? Po, besoj që qytetarët e Kosovës e mbajnë mend premtimet e tyre të vitit 2021, me bashkimin e tyre, binomin e tyre për t'ia afruar Kosovës një model ndryshe të qeverisjes. Edhe pikërisht Kurti Osmani kanë kriju atë shpresën e madhe të qytetarët që Kosova do të merr trajektore tjetër të zhvillimit edhe të përparimit edhe të demokracisë, por edhe të sektorëve tjerë të vendit. Dhe pikërisht mbase sot Kurti do duhet t'ia sqaron të qytetarëve të Kosovës për krahasve të vet çka ka me Vjosa Osmanin që sot nuk i përmbush kriteret për të rikandidu mes në 2021-ën bashkë kishin dalë dhe kishin paraqitur këtë platformë. Për mua paksa e habitshme është edhe mos reagimi i deputetëve të partisë GUZ brenda grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, pse kjo heshtje për personin e cila një farformë i ka ngrit politikisht, siç është Vjosa Osmani, sepse në ambrellën e saj ata e kanë hyrë në politikë, kanë marrë vota dhe kanë përfaqësuar qytetarët e Kosovës. Pse kjo heshtje të paktën me ditë që përkrajnë atë, qëndrojnë edhe ata në linjë me ish themeluese me partisë tyre, apo derisa nuk deklarohen e përkrahin VV-n. Po i bie, po të paktën qytetarët e meritojnë, të paktën po them një sqarim publik sa i përket çështjes së kandidatit dytë. Ta zëm që pati sot deklarata kryetaria e Kuvendit Haxhiu. Ne dim që edhe kur zgjedh zoti thashë që ka qenë një kundërkandidat brenda PDK-s, Rafet Rama, jo kujtohet, sepse kandidati i dytë kryesisht është formal. Edhe kur zgjedh Vjosa Osmani ka qenë kundërkandidat i saj Nasov Bejta. Do thotë një kandidat, një deputet i Lëvizjes Vetëvendosje. Figura më periferike. Është propozuar nga njëjta parti. Është propozuar nga njëjta parti. Rafet Rama ka qenë i PDK-s. S'ka mujt më propozuar dhe thotë që edhe Rama pi PDK-s se s'kan pas numra. 30 nënshkrime vlen. Megjithatë i kanë pas votat e mjaftueshme. Po mirë, po flasim për edhe Osmani edhe Bejta jam një propozuar prej partisë koalicioni. Po dhe tash ka koalicion brenda. Sa atë është GUZ, është madje edhe minoritetet, pse jo këso rastesh munën me u shfrytzu. Besoj që kjo qasje e Kurtit është jo veç hakmare, sepse Kurti e kemi thënë edhe më herët që nuk harrën goditjet që ja ka bërë Osmani qeverisjes tij në disa raste, sidomos atë me Bigjozin, me ndërkombëtarët e të tjera, është mendoj inati edhe hakmarrje politike ndaj saj. Por gjithashtu mendoj që është edhe një lloj inati edhe hakmarrje ndaj partive opozitare për këtë një veçarin e bllokadës tyre që ja kanë shkaktuar vendit. Po si hakmarrje ndaj opozitës duke fut vendin në një krizë të radhës. Sepse partitë politike... Nëse pak merësh pse opozita ta zëm mbajti një vit blokuar, si që po thoni ju se pretendon Kurti, atë çfarë logjike ka të futesh në një krizë tjetër duke ju hakmarrë për krizën e kaluar. Pa hy me u ripërsërit, për themi përgjegjësinë politike të cilën këta e kanë, fakt për pa përgjegjësinë politike të cilën këta e kanë. Do thotë keq ka kanë bërë këta një vit të gjitha partitë politike kanë kalkulime politike se kush do ta fitoj betejën politike pa u lodhur shumë për themi gjendjen e qytetarëve ose të vendit. Njëjtë edhe tash.
edhe këto deklarata kretë janë mënyrë që si të shfaqsohen nesër para qytetarëve edhe kujt I hidhet vaje për këtë çka po ndodh ose nëse ne eventualisht ka filluar shfaqësimi që sonte. Ja tani po lexoj një kundër përgjigje të radhës TVV-s për Vjosa Osmanin, pasi deklaroi se nuk është e vërtetë se I kanë ofruar 30 nënshkrime. Arlind Mandxuka zëdhënësi i qeverisë thotë, nëse shefja e zyrës së presidentës ka dyshime se nuk I kemi premtuar presidentës 30 nënshkrime, e ftoi që sonte të vinë në zyra televizjes, do t'i ketë edhe 3 më shumë se kandidati Glauko Njufca. Pra po e sfidon një platforme Vjosa Osmani. A më shtu se që është një informacion, që kjo është e vërtet, po I ka thonë, hajde tash del si kundër kandidat me Glauko Njufca, nga informatat që unë I kam pra, është Glauko Njufca dhe Vjosa Osmani, 2 kandidatura, për mi pos 2 emra, tha dhe zonë Albolina Xhio, na duan 2 emra. Pra edhe Vjosa Osmanit ju ka ofru prej informatave që unë I kam, po me kundër kandidat. Dhe çfarë I bie kjo? Pasaj nëse opozita nuk I shku në seancë, këta këshën thonë, që kush po e blokon Kosovë? Unë menoj që kjo ka qenë një farë loj... Vetëm ka një situatë, më falë, lutëm një sekundë, ka një situatë këtu nëse Zonja Osmani po kërkon të zgjidhet apo po kërkon të kandidohet? Aja ka shpoll kandidaturën? Shiko, nëse ka kërku 30 nënshkrime për të kandidu, I ka pas, I pas ka pas. Po I thojnë hajde merre dhe tani. Por nuk ta garanton kërkush, as Glauko Njufca së nja garanton vetë vendosë zgjedhjen. Pro kemi situatë kur po keq përdoret ose po keq interpretohet një situatë delikate e para dhe e dyta, mos harroni diçka jo me repliku me naimin, por nuk ka borxh kur themun kur thash pak më herët pse vetë vendosja duhet ja ketë borxh Vjosës, zonës Osmani, realisht marrëveshjen e vitit 2021 e kanë konsumu 50 mandat. Dhe tani unë nuk po analizoj si një sepse mund të mirët se një përkraj për vetë vendosjen ose... Vazhdon të mbetet pjesë e koalicionit. Ajo është normale, Partia e Vjosa Osmani. Por mimoza mos haro, nuk kemi pas marrëveshje për 2 kandidatura ose për 2 mandate presidenciale. A ka qenë marrëveshje kjo? S'ka qenë. Dhe me thonë, pyetja ju por shqytu, a ka qenë Vjosa si zgjidhje konsensuale në qëtë situatë? Duke tentu mi kërku votat të LDK-ja, edhe të dikush nga PDK-ja. Pro që është logjikën e fjalës Vjosa nuk është më kryet listës gëza. Qysh është Glauku të pozita nëmër 2, pra është partijak. Vjosa momentalisht nuk është pozit partijake. Ta shadi dolim të analizojmë qëtë situatë. Apo këpëtan? E qartë, por kjo situatë është njëjtë si kur Zoti Bajrami, Arsim Bajrami të metet të ketë hatër mbetje pëse s'pëm përkra lëvizave vendosje, ose të mbetet hatëri zonjës Osmani pëse s'pëm